Praktikisht sot përfundon koha kur edhe prokuria, por edhe palët e mbrojtëse do të mund të dorëzojnë prova të shkruara apo prova video ingjëzime apo prova tjera dhe pas ditës së sotit nuk ka prova të reja. Kjo tregon se procesi po konkludohet, po finalizohet dhe mbetet vetëm fjala përfundimtare. Tani është në trupin gjykues, në palenin gjykues që të vlerësoj sicilën provë, të peshoj kredibilitetin e sicilës provë, ta shoh relevancën, ta shoh lidhjen kauzale të provave dhe duke besuar se këta janë gjyqtarë që janë në betim, që do të janë betuar që do të respektojnë ligjin, jam thellësisht i bindur që në fund nuk ka epilog tjetër përpos një gjykimi lirues, sepse në fakt nuk është vërtetuar asnjë element i aktakuzës, një aktakuzës që bazohet në një fiksion të një ndërmarrje të bashkëkriminale. Sepse fatkeqësisht nga fillimi gjykata është shoqëruar me shkelje të një pasnishme, shkelje materiale, procedurale, nuk ka respektuar standardet ndërkombëtare për një gjykim të drejtë, nuk ka respektuar fare institucionet e Kosovës, asnjë prej institucioneve të Kosovës nuk ka qenë partner i kësaj gjykate, derisa kjo gjykatë publikisht ka deklaruar se ka bashkëpunuar vazhdimisht me Serbinë, në radhë parë me Prokurinë e Serbisë, por edhe me shërbimin sekret serbi i cili gjithmonë ka dhënë provat e fabrikuara. Duhet besoj që gjitha këto provat duhet vlerësohen si provat një shteti armiqësor, të një shteti anmik dhe gjykata do t'i hudh komplet, domethënë, komplet do t'i hudh. Nuk do të marrë për bazë as provat e dëshmitarëve të Serbisë, as dëshmitarëve të cilët janë përgatitur apo janë paguar, por do të bazohet në prova autoktone, edhe do t'i marrë parasysh ato provat e cilat vijnë nga personalitetet shumë kredibile botërore, si që është. Fjala përfundimtare është faza finale e një procesi të procedurës penale, janë shumë të rëndësishme, sepse ne do dëgjojmë rrëfimin përfundimtar të prokurisë, e cila sigurisht që do të mbetet pranë aktakuzës dhe do të krijojë dënime, dhe pastaj të gjithë të akuzuarit, përfshirë edhe avokatët e tyre, do të deklarojnë pafajësinë e vet, dhe kjo do të jetë një momentum i konkludimit të këtij gjykimi, cili ka shumë peshë, sepse gjatë kësaj fjale, në fakt mbrojtja me siguri do të ofrojë përsëri prova që prokuria nuk arrit të 5 vite absolutisht të dëshmoj apo të konfirmoj asnjë prej pikave të aktakuzës. Dhe secila pikë e aktakuzës mund të rrezohet lehtësisht nëse gjykata do të jetë plotësisht e përkushtuar në parimet e drejtësisë dhe jo në motive tjera. Duke qenë se kam qenë shumë kritik ndaj kësaj gjykate, kam përcjell profesionalisht, mandej kam bërë edhe botime, kam bërë studime, kam vizitu disa herë edhe gjykatën speciale, mund të themi se është një prej gjykimeve më të vështira edhe më të padrejta pas luftës së dytë botërore. Madje këto gjykime kanë qenë shumë larg standardeve të tribunalit për Jugosllavi, i cili ka gjykuar krimet në Kroaci, në Bosnë, por edhe në Kosovë, dhe cili do verdikt tjetër që nuk është gjykim lirues, do të ishte një precedent apo një skandal ndërkombëtar, sepse në këto 5 vite ne nuk kemi pa asnjë provë e cila vërteton apo konfirmon akuzat se ushtria shërbimtare e Kosovës ka qenë një ndërmarrje përbashkë kriminale, përkundrazi ajo ka zhvilluar një luftë mbrojtje, ajo ka luftuar në territorin e Kosovës, jo jashtë territorit, dhe ka qenë një luftë shërbimtare, politikisht e orientuar drejt mbrojtjes së popullsisë nga një gjenocid i organizuar, por edhe me qëllim të shtlirimit të Kosovës dhe pavarësimit të saj.